Mirë mama shikues të dashur të televizionit Dugagjini. Po takohemi sërish në ky emër, në emisionin që sjell gjithmonë atë që nuk e keni ndëgjuar më parë. Pa jo prezentu të ftuarin tim për sonte, më duhet të falenderoj Ujë Rrugove që është gjithmonë pjesë e emisionit. Sonte këtu me mua është Avni Qahili. Avni, mirë se erdhe në ky emër. Mirë se gjeta Anjeza, faleminderit që më keni respektuar. Si Avni, çka po merresh kohëve të fundit? Unë mendoj që ka një 30 vite që merrem me të njëjtën gjë. Me të njëjtën gjë. Kështu që e reja është asaj që para përfundimit doktoratit, merrem me temën e doktoratit, paralel edhe me punët e mia standarde për çka jam edhe i ftuar sonte këtu. Si po ja den ku po e gjen energjinë? Me vazhdu më merr me të njëjtën prodhimtari të teme që sa vite. Është një lloj zinxhiri i cili është i shpejt, është vështirë të futesh, por vështirë është edhe të dalish nga i zinxhir. Kështu që unë kam mbet brenda dhe vetëm rrotullohem dhe prodhojmë gjëra të mira, të pëlqyeshme, më pak të pëlqyeshme. Ndonjëherë del edhe nga një hit i vogël. Nga një hit i vogël. Mos kanë dalë pak si shumë hite të vogla. Ndoshta mirë, po. Kemi ndryshime të muzikës, kemi vërshim të muzikës, kemi shumë paraqitje, sa që kush noton më së miri në atë vërshim, shpëton, kush nuk noton, mbytet. Çka po do me thonë? Du të them që kemi shumë përurje, kemi shumë muzikë, kemi shumë kvalitet, kemi shumë kuantitet, apo sasi dhe cilësi, sa që populli jonë i vogël e ka shumë vështirë t'i dëgjon gjithë, t'i pëlqej gjithë, apo t'i identifikoj gjithë. Po, të shohim shumë të angazhum gjatë gjithë kohës. A je lodh në jarë, atë lodh në jarë kjo punë që e bën tash e sa vite? Të them drejtën, unë gjithë vitin jam njëjtë me termine me çdo ditë të angazhuar, lodhje nuk ndjej, po unë pushoj, vetëm gjatë agjerimit, gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, kurse hapi unë as telefonin, as nuk flas, për ndryshe është një punë që e dua me shpirt, e bëj me shpirt, jo që nuk e bëj për lek, mirë po fillimisht e dua, unë dua një këngë të bukur, unë dua ta ndjej, dhe kjo më është bë pjesë e jetës dhe unë nuk ndjehem i lodhun edhe përkundër shumë viteve të mia që jam brenda në showbizin shqiptar, ndonjëherë dal pak jashtë kufive, tona po flas, por mbetem besnik i showbizit shqiptar, krijoj këngë të reja, artistë të ri, me artistë të mirë, gjithmonë, dhe nuk ndjehem i lodhun, mendoj që kam shumë energji, mendoj që kam shumë ide, mendoj që kam shumë gjëra për të thënë. Po, e përmenda që je tash sa vite pjesë e stradës, po inspirimin ku po e gjen? Inspirimi është tek unë, inspirimi është tek ti, inspirimi është tek ne shqiptarët, inspirimi është tek këto qytetet tona, inspirimi është te arti jonë, i cili është dominant, është më i miri në Ballkan, por që ne shumë pak e prekim, e shfrytëzojmë. Inspirimi është gjithkund, inspirimi është gjithandej. Po, atë kujtohet teksti i parë që e ke shkruajtur edhe për këngë ka qenë? Unë, sinqerisht, nuk më kujtohet teksti i parë, sepse kam shkruar që fëmijë, kam shkruar vargjet vogla, të bukura, të cilat janë botuar për revistat e fëmijëve të atëhershme, pastaj kemi punu shumë arsimtarët tonë, sistemi arsimor në kohën time ka qenë shumë ndryshe, ka qenë shumë rigoroz, ka qenë shumë parimor, dhe unë fillimisht kam këndu në klasën e 5 fillore, por që se kam dasht këndimin, s'kam dasht as njerë dhe sot e kësaj dite, është një gjë që mua s'më pëlqen, unë këndoj ndonjëherë, kam edhe 3-4 këngë të regjistrume,
po ato i bëj për qejfin tim dhe kur kam do një spektakl. Pse jo në muzikë? Nuk e ndjej ndryshe atë mikrofonin, skenën edhe publikun. Unë ndjem shumë bukur kur prezantoj, kur bëj ndonjë skenar, kur ka ndonjë spektakël të mirë, kur për hit spektaklit e bëj një këngë të bukur, apo duete kryesisht kam bërë, po çdo gjë vetëm sa për show dhe sa për spektakël, në tonë se të merrem profesionalisht me këndim, nuk dua ta nënçmoj askë tjetër, por për mua është nënçmim. Po pse është nënçmim? Nuk di, nuk e shoh vetveten, nuk di, nuk më pëlqen. Është nënçmim këtu me këndu? Për mua. Për ty? Po. Pa ke menduar ndonjëherë me hedh në treg këngë të tuat, pa ditë publiku se kush po i këndon? Jo. Se mendoj që ti mundesh me nxjerr shumë hite. Unë kam në YouTube 3-4 këngë që i kam kënduar në për show të ndryshme, apo një kam timen kështu të qejfit. Po. Mirë po, i kam hedh t'i shoh vetëm unë dhe miqtë e mi. Nuk... Po vazhdon me mendu që është nënçmim. Nuk dua, kam pretendime, gjithmonë kam pas pretendime tjera. Çdo herë prioritet për mua ka qenë gazetaria, ka qenë televizioni. Unë punoj në servisin Shqip, televizionit Maqedonisë shumë vite. Kam punu edhe për shumë servise tjera, vazhdoj të kem bashkëpunime të ndryshme, të thash që jam doktorant në media dhe komunikim dhe të nesërmen time e shoh si profesor universitar, i gazetaris televizive, apo i gazetaris në përgjithësi, më duket një punë shumë fisnike, një punë shumë e ndershme, ndoshta e cila nuk ka shumë të ardhuna, se sa që ka showbizi kënga, këndimi, apo krimi këngëve, por ja që unë kam zgjedh këtë punën e gazetarisë, që më duket më e mirë, duke mos e na shkaluar këtë tjetrën, por dua të jem krijues muzikor, asnjëherë këngëtar. Po të kthehemi prapë te puna si tekstshkrues, sa ka qenë e vështirë me dëpërtuar në showbizin shqiptar? Unë thash çdo gjë, unë nuk kam pretenduar. Unë çdo herë kemi kriju si të ri, si nxënës shkollës mesme, me shokët e klasës. Zakonisht krejt jemi marrë me muzikë, me instrumente, hajtë bëjmë një këngë, sa e bukur, sa e mirë, kështu e rrethet ngushta, dikur e ndigjoni njëri të tretë, sa e mirë, që ka ta bëjmë edhe një, edhe dikur ti me shef që pritës unë ditë kam të shkruaj. Edhe fillojnë ofertat, 1, 2, 3, 4, 5, edhe unë sot vi në emisionin tëndë, ky emër Anjeza, me mbi 5.000 tekste dhe melodi. Po pritshmëritë e tua, cilat kanë qenë në fillim si tekstshkrues? Nuk kam pas pritshmëri. Unë kam bërë shërbime artistëve, këngëtarëve, miqve. Çdo herë më kanë thënë, hajde se ti shkruan bukur, hajde provo këtë gjë, kështu kam filluar, unë edhe s'kam pas pritshmëri. Edhe në momente dhe në kohra kur unë njerëzit kanë prit nga 2-3 muaj, apo edhe me vite për një tekst, unë s'kam pas pritshmëri. Unë çdo herë kam menduar që bëj shërbime, derisa dikur ajo kaloi në një profesion të parë dhe në një profesion ku unë fillova edhe të fitoj, ku unë fillova të jetoj bukur, ku unë fillova të vendos çmime dhe kërkesat kanë qenë prapë të njëjta, dhe deri më sot unë vazhdoj të jem në të njëjtin tempo, asnjëherë nuk them se kam qenë maja, por çdo herë kam qenë me një mes të artë, të cilin vazhdoj tani ta mbaj, mirë po tash me kalimin e viteve, arritjeve të mia akademike, mundohem të jem paksa më tepër selektiv, si në pjesën e artistëve, ashtu edhe në pjesën e këngëve që i krijoj, ndonse unë qëndroj pas çdo këngë, pas çdo teksti që e kam krijuar. Mirë po, ndoshta mosha, ndoshta pretendimet e mia akademike bëjnë që t'jem pak më tepër selektiv, nuk më intereson mua është mega hit i madh, apo është një artist i madh, apo dikush tjetër, më intereson personaliteti, më intereson inteligjenca, vokali, paraqitja dhe para se gjithash mirësjellja, mirësia e atij artisti me cilin bashkëpunoj, sepse të krijosh një këngë, ti duhesh takohesh me mua një 3 muaj. Dhe nëse unë e ti s'kemi kimi, nëse nuk mendojmë njëjtë, nëse unë dhe ti nuk kemi një mirë kuptim, nëse unë e ti nuk kemi një tërheqje njerëzore, ti nuk mund të punosh. Kështu që kjo është ajo e fundit që ndonjëherë u them shumë artistave,
që jam i zënë, apo nuk mundem, apo kam punë tjera, sepse koha e ka bërë të tillë, edhe përkundër asaj që industria muzikore shqiptare është aq shumë e zhvilluar edhe kemi aq shumë promovime dhe këngë të reja, sa që sinqerisht as ti, as unë, as askush nuk mund t'i dëgjon gjitha. Mirë po unë kam zgjedhë metodën time të punës gjatë gjithë këtyre viteve dhe unë ndihem mirë, po edhe artistët që bashkëpunojnë me mua ndihen mirë. Po, tha që tu ka kthy në profesion atku, a ka pas ndonjë rast që je pagu shumë pak për një tekst që ka qenë shumë i mirë? Ndigjo, për krijuesin çdo herë është pak. Autorsia është njëjtë si fëmiu, sepse ti krijon diçka të re, ti krijon diçka që s'ka qenë më parë. Ti krijon një këngë të bukur, këngë cilën do ta pëlqejë masa, apo një pjesë e caktuar. Tash, çmimet janë çuditshme, unë çdo herë u them artistëve, të krijojmë një herë këngën, ta pëlqesh ti këngën, pastaj do flasim për çmimet. Edhe çdo herë kemi pas kompromis për punën e çmimeve. Asnjëherë nuk kam qenë strikt. Ka pas 3-4 momente kur më shkujtu, mu kam thënë kaq edhe pikë. Por, kryesisht, merrem i vesh, aq më tepër, unë i vlerësoj dhe respektoj shumë artistët e shkolluar, cilët kanë mbaruar Akademinë e Muzikës, të cilët nuk janë prej këtyne komercialve që fitojnë shumë, unë zakonisht ata nuk kam një çmim të caktuar. Por, shohim të bëjmë gjën e bukur, pastaj merrem i vesh. Po cila prej llojeve të muzikës pëlqen më shumë me u merr me to? Unë i takoj gjeneratës rockut. Rinia ime e hershme ka qenë rock dhe vetëm rock. Por ndryshimet, tranzicioni, luftrat, paraqitjet bën që unë ta noj pak nga e lehta, ndonë se populloren kur se kam dasht, ndoshta sot nuk e du, por mendoj që e krijoj mirë. Shkruan popullore? Po, shkruaj. Edhe a i bën me shumë dashuri, apo i bën vetëm? Kryesisht ndigjotash. Kryesisht gati se 99.9% këngëve ka të bëjë me dashurinë. Mirë po, ne shqiptarët këtu, sikur na është bërë tradit vujtja. Ne duam këngë, ne duam tekste, ku vuajmë, ku lusim, ku na kanë tradhtuar. Dhe tash ndoshta nga ana psikologjike, ndoshta edhe kemi të drejtë, sepse jemi një popull i cili edhe si popull kemi vujtur, një popull i shtypur. Dolëm si shteti më i lumtur? Kjo më pëlqen tash. Kjo është këtë 2 vitet e fundit, po, Kosova shpallët si shtet më i lumtur, që kjo është shumë e vërtet, sepse unë jetoj midis Shkupit dhe Prishtinës. Si ka mundësi që edhe vuajmë edhe jemi të lumtur, të njëjtën kohë? Nuk di, na është bërë si tradit, apo mos them sadizëm, se kemi qef ne të vuajmë. Tash, ne kemi qef të vuajmë, ne kur jemi edhe të lumtur, duam të vuajmë. Pse ndodhë kështu? Nuk e di, jemi populli qytetshëm. Mua më ka ndodhur të shkruaj tekste me happy end, dhe këngë me një dashuri të jashtëzakonshme, të bukur, që duhet qifti, por që nuk janë parapëlqyer shumë. Po e bëre një këngë me dhimbje, me vujtje, që ajo ty të la, dhe ti mbete vetëm, dhe ti fillove të mos flesh gjumë, fillove të pish alkohol, aty ne kënaqemi. Se di, vetëm e di që këto më tepër kërkohen. Këto edhe më tepër më dëgjohen edhe pëlqejnë. A i shkruan me shumë qef këngët ku ka më shumë vuajtje? Pas shumë vitesh, pas 30 viteve profesionalizëm, unë i shkruaj mekanikisht. Unë nuk ndjej asnjë pikë. Unë nuk vuj asnjë moment. Unë ata i shkruaj ashtu si i shoh njerëzit. Ashtu si e di vujtjen, ashtu si që kam lexuar me një libër, me një roman, me një... sepse unë lexoj edhe shumë ngjarje, apo me një film e shoh një vujtje. Edhe inspirohesh? Dhe sigurisht që aty inspirohem dhe
Në shqiptarët edhe vujtë janë pak më ndryshe kemi. E kemi më çuditshme. Më çuditshme dhe unë mundohem në atë formë, por gjithmonë me një tekst, sa do i thjesht jetë, po t'jeti bukur, t'jeti sofistikum, t'jeti arsyeshëm që nuk lejoj dhe nuk isha dashur që dikush të më thotë ky tekst që nga katastrofë. Po, një tekst shkruasit se ti sa i merr kohë me shkru një tekst, nëse ato ka kërkuar ndonjëherë në një... Tash për tash. Tash për tash. Çka mundesh me na shkruaj tash për tash, pra? Ka ndodhur kjo është me dhunë, kjo është krijosh me dhunë, po më ka ndodhur ajo shumë herë në studio. Unë çdo herë kam qenë tekst shkruesi i pest, edhe i fundit, jo i pari. Zakonisht këngëtarët shkojnë porositi një këngë aty, dhe shihet nuk ju pëlqen dhe thonë kush na mbeti avnyu dhe vinte unë. Ka ndodhur që aty për aty ta shkruaj në studio dhe të bëhet hit i madh. Kam bërë disa herë, mirë po e kam vërejt që është mënyrë e dhunshme, është mënyrë ku ti malltretohesh shumë, edhe është më skeqi sepse nuk të vlerësojnë, nuk ta vlerësojnë punën, se thonë ky e shkroi për 5 minuta. Edhe pse unë them, unë e shkruaj për 15 minuta, 20, mirë për nëse kam të porositër më herët, unë mendoj që e shkruaj një 2 javë në kokën time. Edhe pastaj vetëm atë që e kam në kokë, ajo që më rrotulloj duhet ta hedh në vargje, në metrik të melodisë dhe adaptimi i këngëtarit. Ndodhin edhe këtë gjëra, por është shumë më mirë kur unë ulem në studio. Unë kam 2 studio, 2 producent në Shkup, të cilat i kam me kontratë, jo që s'punojnë në Prishtinë, në Gjilane, në Ferizaje, në Tirane, në Sofje. Por kryesisht punoj me ata 2 producent dhe shumë kam qejf, psiqikisht të përgatitem që unë sonte jam në studio dhe do krijoj. Ajo është mënyrë më e mirë, kur është qetësi, kur nuk ka zhurmë, edhe aty vjen vetë frymëzimi, aty pena rjedh vetë, aty ke studion, ulesh, sepse ne kemi edhe shumë bashkëtingëllore si dhë, gjë, të cilat janë shumë të vështira ndonjëherë në një varg, dhe shumë janë të vështira për t'i kënduar artistët. E mundohem në atë qetësinë time bashkë me producentin tim, zakonisht për cilët çdo shkrimi me tingujt gitarës, mundohem t'u iki këtyre germave bashkëtingëllore që janë pak më të çuditshme për gjuhën tonë, sepse në melodi pengojnë. Mundojmë sa më pak të kemë dhë, thë, gjë. Po, dhe të kalojmë pak të bashkëpunimet e tua. Cili ka qenë bashkëpunimet e parë me ftyrat publike, që tash na i njohim edhe janë super ftyra, po edhe me na tregu çush ka rrjedhë si bashkëpunimi i parë, çush ka qenë për ty? Unë kisha fillu shumë herët të kryoj, thash me shokët e mi në gjimnaz, pastaj gjatë studimeve sikur pak u tërhoqa dhe u shpall. Po du me kalu të ftyrat publike? Cilat kanë qenë? Do të vita është të ftyrat publike. Unë emisioni pari imi ka qenë në vitin 1992, ka qenë një emision për fëmijë, Klubi i Fëmijëve të Lumtur, ku unë kam bërë skenarin dhe kam bërë gjitha këngët ka qenë cikël emisionesh. Dhe në çdo cikël unë kisha prej 7 deri në 10 këngë premierike në atë botë. Këngë për fëmijë edhe më e popularizuar ka qenë vetëm Adelina Ismaili, një banesë dydhomshe e krejt. Mirë, po këngët për fëmijë ishin mungesë shumë e madhe për shqiptarët. Edhe unë aty krijova shumë këngë për fëmijë. Aty ka debitu Vjolca Saliu, Erzana Berisha, Tuna, Shpati, Big Mama, Miranda, Ermira Mehmeti, një fytyrë e politikës shqiptare e njohur shumë, sot është një notere, por atë kam pas prezantuese. Leonora Poloska, Adelina Ismaili, pastaj ka qenë e ftuar aty, dhe kështu filluan të gjithë këta fëmijë për 2-3 vite, u bën emra të mëdhaj të showbizit shqiptar, si në Kosovë, në Shqipëri, Maqedoni, dhe aty filluan kërkesat e shumta, pastaj filloi një festival në vitin 95, Nota Fest, një festival i cili ti nuk e din, je shumë e re, por e din gjithë të tjerat, ku kanë marrë pjesë
Prejta Alketa Vejsiu, Eneda Tarifa, Jonida Maliqi, Adelina Thaci, Armenda Regjibagici, Aida Baraku, Gili ka qenë eftuar. Për atë botë ka qenë një nga festivalet më prestigjioze, cilin u mundum të rikthejmë, por nuk mundëm. Si ka qenë bashkëpunimi me krejt këto emra që i përmende edhe si janë raportet sot? Unë si natyrë jam natyrë e butë, natyrë e qetë dhe natyrë që fali. Është interesante se kur të vinë ty në fillim si anonim, ata janë aq të mirë, ata janë aq të kulturum, ata janë aq të sjellshëm, ata janë gjendje, ti të thuash shko këce prej një malja e do shkon do këcen. Po kur fillojnë të bëhen yje, të bëjnë hitet të mdhaja, do shta edhe ato kanë arsye, sepse kanë shumë angazhime, po ndodhë njëherë që ti të te i kalon edhe të mos flet. Më përpara prekesha... Kur the që fali shumë, kujtja ke fali? Kom falë shumë. Unë kam falë një shumë të hollash prej shumë artistëve, që kam bri afer 20.000 euro. Producent, këngëtar, krej që janë mbledhë për një 10 vite, dhe unë kur e pash që ata nuk mi japin, edhe me një emision të këtil, kam thani kanë falë, ja u kam falë gjithë atyre. Unë fali, ata cilët sot janë yjet mëdhaja, kalojnë për rreth meje në shumë manifestime, në për takimet të ndryshme, në për festivale, nuk të flasim, po nëse ti i duhesh për një këngë, pas një ava i do të merë ty telefon. Bëhen shumë të mirë, thu. Bëhen shumë të mirë. Unë i kam kuptu si natyrat tilla janë, edhe nëse unë kam interes, vazhdojnë bashkëpunimi, nëse nuk kam, ose ngrej telefonin, ose kthej mesazhin, ose sepse nuk jam i qelikut asun. Por ka qenë një gjë e mirë tjetër. Jemi në prag të Big Brotherit, cilin unë nuk e kam pa, ma e kam injoru, po si vjetë e shof, është Rozana Rati aty mbrenda, edhe duheshte Rozanës t'i bëj një këngë unë për festivalin ndërkombëtar Tohri ta prezanton Shqipërinë. Edhe ne e bëm me Rozi një këngë të bukur, edhe më thot, do marrë një hip-hop artist të ri, do më shoqëron këngë. Ishte kënga Fly, edhe unë i them Rozi, mjaft me këta të ritmo. Është shumë i mirë, është shumë i dashon. Edhe thot, aje ka pa tekstin, thot edhe e ka adaptu në atë pjesën e vetë ropë në bas tekstit tim. Edhe, okej, edhe unë ndrova pjesëmarrjen, Rozi Ant, ishte Noisy ky djali i ri, që për herë të parë bashkëpunuam, edhe erdhi Nohëraj, aty shpërthej, pastaj vazhdoj bashkëpunimi i dytë me Mr. Yesterday, pra për Rozana Radi edhe Noisy, edhe Noisy arriti aq lartë sa që mu nuk e takova asnjëherë. Dhe duheshte ta prezantoj unë një koncert diku në Shkup, një koncert të madh, ku ishte Noisy dhe shumë tjerë. Po nga praktika, jo që unë injoroj, po nga praktika rriq aty me një skaj, shoh punën time, pres momentin kur dalë skeni, i prezantoj në mënyrën më të mirë të mundshme, edhe vjen Noisy me babën e vetë. Leqja i erdhi mu, unë përqafoj, i kish marrë malli për mu, i thët, bab, të lutem, ky është të taj avniu që për herë të parë më ka promovu. Pse e them gjithë këtë? Është ndjenje mirë. Është ndjenje mirë kur dikush kujtohet në fillimet e para, në zgjatjen e dorës parë. Kjo është mirë, po, ja që jemi natyrat të ndryshme, kemi të tillë që nuk të përfillin, bilas nuk të përmendin, as nuk falenderohen, por aq jam unë full, aq emri im lakohet gjithandej në për ekrane televizione, sa që mendoj që ata bëjnë më tepër marketing me emrin tim, se sa unë me ata. E përmende rastin e Noisit që the shkoj shumë lartë, nuk e posh më kur, a je bo pishmon nëjherë? Jo, asnjëherë. Tash unë nuk di a ju zhvillu as shumë, a i shkoj aq larg, sa që edhe fëmijët e mi ishin të vegjël zbesonin që unë i kam kriju ato dy këngë. Sepse ju dukeshte pamundur.
Ndonë se pjesën rap e ka shkrua ai, po të bazuar në bas tekstit Rozit. U merë dhe mirë njohja ati, se babaj e menagjon të babaj vetë, da i bërë, ba, pecës, shpejt njoftoj me avniun, që kjo është ai që nga ka qunë festival të parë. Ndonë se unë atër, se kishim bo konceptin e Kangës Rozit, edhe tash duheshte ne të futem i studio, për sëri të futem një pjesë tjetër. Nohar është një festival kogja i madhë, ku zakonisht jam në bord ati dhe marrë këngëtarët nga Shqipëria të prezentoj Shqipërinë, kisha caktuat vitë Rozin, Radin, edhe aman Rozi tash do futim në një tri edhe ti, shumë i mirë është, se unë se njihja. Vërtet a i doli shumë i mirë. Doli edhe mirë njësë. Po, a ka pas raste që kanë qenë jo dhe ashtë mirë njësë, këngëtare që sot janë shumë lartë, le teme? Tash lartë. Nuk di, unë kur kthehem në kohë dhe unë nuk i shof lartë, unë i shof artistë cilët mundohen, kryojnë edhe fitojnë dhe mbanë familje. Lartë është Dua Lipa, lartë është Bebe Rexha, lartë është thuje Rita Ora. Po, artist të shubizit tonë? Artist që të ke bashkëpunu, ndo një që s'ka qenë edhe ashtë mirë njës? Jo, ato shumica jonë emra. Shumica jonë që i njohim gjithë me shqiptarët. Mirë, po nuk e shofë si arti të shkosh me një lokal të këndosh, të shkosh me një diskotek të këndosh. Ajo është për mua vetëm profit. Edhe një jetë e mirë, sepse bëjt fjalë për shumë, edhe të majme, jo të gjithë, të disave. Unë nuk i shofë lartë, unë i shofë që atat njëti që jonë. Nuk i shofë si shumë për dhe. Po, ndo një artist që ke refuzu me bashkëpunu me to, edhe ma herët vazhdo me refuzu dhe tash, që nuk kene kimi ndoshta? Që t'ka thirë, t'ka thonë që po donë me bashkëpunu me ty, po që ke refuzu? Ka të tillë shumë. E di që ka? Ka të tillë shumë. Po du me përmena amra? Jo, në asë një mënyrë, jo, nuk jam aq i keq. Ka të tillë që nuk i përka stilit ati. Jo që nuk bën ai. Unë nuk i përkas. Bili kam thënë, nuk di të kryoj për këtë stil. Edhe sinqerisht nuk kam ditë dhe nuk di. Përmenda parë si zhanret e muzikës, është popullorja, pa ajo popullorja e sofistikume, e urbanizume, e sjellë në kohë. Por ka disa artistë që janë shumë popularizuar, që kryojnë një muzikë për mua paksa të çuditshme, që respekte, por që unë nuk di ta kryoj atë muzikë, as atë tekst. Nuk di. Ju kam ikë. Që është bënë më një faktit që sot ka hala këngë që ndëgjohen që i ke shkrujte, ndoshta që i ke shkrujt shumë vite më parë, po ndëgjohen hala sot? është një ndjenjë mirë me u ndëgju puna jote, ndoshta edhe për gjeneratave që kur i ke shkrujt nuk kanë qenë hiç? Është e sakt kjo. Unë jam babaj 2 fëmijëve, me bashkëshorte, me fëmijët mi janë rritë, mirë, po unë vazhdoj edhe më tutje t'i përcjellit trendet, se jam edhe si natyrë që dua të dalë, që shkoj në muzikë, që shkoj në klabe, shkoj gjithë kundë. Dhe çdo herë që unë kudo që jam, si në Tiranë, si në Prishtinë, si në Shkup, apo qytete më të vogla, unë dëgjoj ndonjëherë deri në 50%, të gjithë mbramjes, ndonjëherë mbi 50% të gjitha këngët që i kam shkruar unë, dhe i di vetëm unë dhe vetë artistët, ndërsa miq që janë me mua, ndoshta edhe nuk i dinë edhe unë heshti. Por më tratoj zakonisht këngëtarët që i dinë edhe më shohin edhe më përshëndesin, që mu hisu më pëlqen kjo kur të përshëndesin në masa tilla. Ato këngë asnjëherë s'janë ndalur së kënduari, edhe vazhdojnë edhe më tutje. Edhe nuk të, po thuhet që nuk të figuron emri si tekstshues? Ndigjo, unë i kam të gjitha këngët e mia të autorizume në shoqatën e autorëve në Maqedoni. Tash kam bën një kontratë tjetër pikërisht këtu në Kosovë. Është
Edisoni, djali Dautit e Eurolindit, që ka marrë licencën për të më mbrojtur në gjithë botën. Po, a ka qenë dëshira jote për të mos dalë emri yt te këngët, apo dëshira e artistëve? Unë kam një problem të madh në televizion timin, sepse shumë këngë që transmetohen janë autorsinë time. Edhe reagojnë ata Maqedonët reagojnë sepse po dalin shumë këngë në autorsitë këtij. Edhe unë thëmë t'i heqim, pastaj mbesin shumë pak, ndërsa programi kërkon. Edhe në shumicën e rasteve, unë autorsinë e mba, sepse unë veti i regjistroj këngët në shoqat, në shumicën e rasteve kërkoj mos t'u del emri në klip. Po pse? Sepse ndoshta shkaktoj edhe averzion. Armiq del si veget. Edhe aty kryon edhe armiq, kryon edhe urrejtje. Unë mundohem që shumë pak të paraqitet emri im, bile kam dhe 4 emra pseudonime, të autorizume. Nuk i them, se pastaj do dalin që janë të mijat, ato i kam të autorizume, edhe zakonisht i përdori në për festivale, i përdori... Po pse kjo dëshirë mos me qenë shumë i përmendur? Unë mendoj që... Përshka ke dim që sot janë në luftë se cili me tjetrin për me figuru sa më shumë në publik? Unë nuk e kam vujt këtë. Sepse kam kriju një imazh televiziv, kam kriju një emër tek shkruesit, kompozitorit, kam kriju një emër të prezantuesit, sepse kanë kaluar shumë vite. Ti jeton në kohën e shpejt, në kohën e fast foodit. Unë jetoj edhe në këtë kohë, po kam jetu edhe një kohë ku ka pas norma, ku ka pas selektime, ku ka pas... Dhe unë mendoj që jam ndërtu shkallë, po jo që të bëj një emër, një mbi emër, të kryoj diçka të bukur, t'i mbete diçka këti populli. Dhe pas shumë vitesh ti kur e kthen kokën mbrapa, shef që pas ke bë diçka. Edhe sot, është e kohë të fshihet emri im, është e kohë të unë të bojkotohem, është e kohë të unë të mos përmendem, se gjurmët janë aty. Si është muzikën sot? Muzika sot është vërshim, merë çdo gjë para veti. Shumë sasi, po edhe cilësi. Por më tepër kemi sasi. Kemi shumë për urje. Edhe mua më vjen keq, sepse si gazetar, si hulumtues, si studiues i këtyre gjërave, ne në trojet tona shqiptare pretendojmë, shumica e popullit ton pretendojnë 2 profesione, politikan edhe këngëtar. Gjithmonë duke mendu se këto marrin shumë pare. Edhe këta popularizohen edhe jetojnë mirë, ndërsa unë mendoj që as njëra palë, as tjetra palë nuk ja sheh hajrin asaj pune, nëse ti nuk je politikan i lindun, i shkollum dhe i përgatitur, e njëjta, nëse ti nuk je i lindun dhe i përgatitur, të jesh një këngëtar. Shumica mendojnë ashtu, shumica kanë dështu, bile dhe kanë harxhu shumë mjete materiale për të bërë albume, sende dhe ma në fundët nuk më eci. Po nuk të eci se nuk je për atë punë. Por tashti nuk mund t'i ndalish, ka shumë studio prodhimi, ki gjitha ndej, nëse unë nuk pranoj, nuk më pëlqen, nuk është i talentum, apo nuk është i intonum një i ri, një e re, unë këtu a them, po ka studio tjera që thonë, hajde se e bëj unë, që unë nuk mund t'u andali atyne. Pastaj, Kosova është e ri, Kosova ka rritë shumë, mirë, po në sferën e kulturës, në sferën e artit, muzikës, po bëhet shumë pak, mos them as pak. Edhe tash është stili lirë, kush si mund të gjendet në teren. Po, si e bën të dallimin e muzikës në kohën kur ke fillu ti me u merr me të, edhe mes kohës sot, a mendon që më herët ka pas më pak investim dhe më shumë fitim? Jo,
Jo, më herët s'ka pas fitim fare. Më herët s'ka pas fitim fare. Artistët kryesisht janë përgatit për festivale, për ndonjë gjirim të vitit ri, për ndonjë manifestim, kuptohet që ka pas, përpara ka pas shumë koncerte. Dhe koncertet janë bëjtë për sallat sporteve, ndërsa tash nuk kemi ne koncerte. A të pëlqen më shumë koha atëherë me koncerte, apo tash? Tash është krejt ndryshe festivale, tash më thuaj se nuk kemi asnjëherë. Ndigjo, tash. Atëherë ka qenë më mirë sepse nëse ti ka ardhë një Sinan Vllazaliu në Shkup, e kemi prit me qejf, e kemi prit me mall, janë vendos plakatat në për qytet, në për qendër, në për radio janë bërë reklamat, janë ble biletat, dhe ti mezi se ke prit, shko ishta shofish, me një sken gjigante të madhe, me një orkestër live. Ndërsa tash janë, atëherë kanë qenë artistët të paprekshëm. Ne që kemi punu në për televizione dhe që kemi marrë me aktivitete, ne i kemi pa prej afer. Ndërsa masa i ka pa vetëm në ekran, ose në atë skenën e madhe, atje me një sallë të madhe. Ndërsa sot janë të prekshëm artistët, sepse ata këndojnë në për klabe, këndojnë në për lokale, të dhaja, të vogla, më kujtohet mu vi, të afrohem live, përshëndete filanin, fistekun, sepse ti e këtu me mua, se ajo skena nuk është vetëm e madhe, për ajo skenë të regon se kjo është zonë e ndaluar dhe aty ka drejtë të jetë vetëm ai për cilin janë mbledhur gjithë. Aty bëhet ai dallimi i artistit, i të madhit, i të paprekshmit, i VIP-it në thojza. Ndërsa ta çdo gjë është e prekshme. Tash po thu që nuk ka VIP-a? Ndigjo, jo. Nuk ka sepse ne i shohim lokale, ne i shohim treg, ne i shohim spital, ne i shohim në parti. Po edhe ata duhet me jetu? Kvaliteti kushton. Kvaliteti kushton, jemi popull i vogël, mirë, po unë do doja VIP-at i shoh vetëm skenë dhe në ekran. A mendon që duhet me umbyll artistat, me jetu një jetë pak ma private? Jo, nuk duhen me umbyll, nëse ata e quajnë vetin VIP, ata duhen t'jenë ndërmarrje në veti, të kenë truproja, të kenë vendet atyne ku dalin, vendet e tyre ku arktohen. A mendon që të bën kjo person më të rëndësishëm? Po tash nëse pretendon t'jesh VIP, edhe nëse mendon që ti ke gjitha ato, unë nuk i kam. Unë zgjoj më gjithë blej qumë, blej buk, shkojnë treg, kthejam shpi, daleri me masën e rëndom, me miqët e mi, tash do shta dikujt i pëlqen, ja njeza e TV Dugagjinit. Regull është okej. Dikush vjen edhe një fotografi e bon me ty. Ai nuk do të thotë që unë jam VIP. Po çka quhen Avenue VIP? Çka cilëson? Artistët e pa prekshëm dhe të pa arritshëm. Në Hollywood i ke kuartet e veçanta, në Evropë i ke kuartet e veçanta. Po nëse duam ne, do të krijojmë një lagje të artistëve. Më herët kemi pas artistë që kanë dalë në publik me truproja, kanë qenë diku shumë të rëndësishëm, sot ishe kudo në qytet, a ju ka ra vlera? Digjo, vlera atyre s'ju bje asnjëherë, po ne si popull nuk dim t'i vlerësojmë. Po prap nuk them janë personazhe, unë do të thoje janë personazhe ata. VIP nën kupton, thash, ata që i thash unë. VIP nën kupton, të vjen ty të lagja Marigona të merë helikopteri speciale dhe të qonë koncert në Tiranë. Edhe ti si pas kontratës, koncertit tënd, ke vetëm një intervist, mu më ka ndodhë, kam pas rast edhe privilegj të intervistoj Richard Girin, kura i erdi në kampin e Stenkovcit në Shkup, kur ishte lufta e Kosovës, kur ishin dëbimet masive. Edhe a i në erdi vizitoj, u solidarizua me popullin shqiptar të Kosovës, erdi të kampi, edhe në kontratën që kish bëraj me rastin asaj ardhje, kishte qenë vetëm një intervist për servisin publik. Edhe unë isha servisi publik, dhe mu më trasin me urgjencë, prej punës e do kesh një intervist, 3 pyetje duhet t'ja parashtrojsh Richard Girit, ato 3 pyetje që menaxheri ti do t'i
do t'i pëlqente, edhe kishte një preskonferencë për gjithë, mirë po intervist vetëm servisi publik. Kështu që a ishte VIP. Po ndoshta sot artistat tonë po zgjedhin me jetu thjesht, me qenë afër publikut? Më e mirë se modestia nuk ka, po thash ne jemi popull i njohun. Ne jemi popull i vogël, ne njihemi gjithë me zveti. Edhe s'mundet lunë VIP një shoqe klasës tënde, që ka qenë këtë dysha në shkollë të mesme, edhe sot u pas ka bo një këngëtare e njohun, edhe ajo ty do të shitet VIP? Po ka arrit, suksese? Po si, qëfar sukses, du s'ka pas sukses shkollë. Nuk, si popull nuk përshtaten me këtë fjalën VIP. Lartë e poshtë kemi muhabetet që nuk kemi VIP-a në Kosovë, në Shqipëri. Digjo, unë nuk dua ti në nëshmoj, por fjala VIP për mua shumë e rëndë. A mendon që vetëm pushtetit të bën VIP, jo suksese? Edhe pushtetit bën VIP. Edhe pushtetit bën VIP. Si popull e kemi problem fjalën VIP, kur jatojmë dikujt, nuk e pranojmë heq. Po nuk është. Nuk kemi thu. Tash është personazh, nuk është VIP. Ma thuj një personazh të shqiptarës që ishe si VIP ti. Që e cilëson tamam VIP, me plot gojen. Nuk di, unë prapë them personazhe të njohura. Personazhe të njohura, për mua është i madh Sabri Fejzullahu, për mua është e madhe Shpresa Gashi, për mua është i madh Sinan Vlasaliu, për mua është e madhe Dafina Zeqiri, e cila për momentin është in, për mua është i madh Ledri Vula, për mua është i madh MC Kresha, për mua është e madhe Adelina Ismaili, cila ndoshta u dash të parën ta përmendi. Të gjithë të janë personazhet mëdhaja. Gjithë të janë personazhet mëdhaja. Avnë media dhe muzika janë të lidhura me njëra tjetrën, po ku e gjen ti veten më shumë? Më shumë në media, po... Unë kam gjetë veten, unë thash jam i mediave dhe kur jam media, unë bëj muzikë. Ta bëj pak më të qartë, nëse do kishte qenë vetëm një opcion, cilin e kishte zgjedhur? Mediat. Gjithë jetës u kam falë mediave dhe do mbetem besnik i mediave dhe tash nesër parashok vetveten si një profesor universitar në media, në komunikim. A ki më ndonë në herë të shkrujt? Do të ndalem atëherë kur s'do të kem kërkesa, sepse s'do të mundem. A ke kërkesat mjaftueshme? Unë kam shumë kërkesa, mirë po asnjëherë se forsoj vetveten ti mbaroj gjitha, sepse nuk mund t'i bëj shpejt, do një këngë është shumë e mbarë, bëhet edhe për një natë, po ndonjëherë duhet shumë kohë, ndonjëherë unë s'kam inspirim, dua dalë në Prishtinë. Po ndonjëherë dhe producenti im do ndel dikun tjetër, të krijosh duhet të kesh shumë qetësi edhe motiv për të ullë të krijosh diçka. Avni e ndon jetën mes Shkupit dhe Prishtinës, si është, si balancon ti këtë mënyrë të jetesës? Ndigjon, jam student i Prishtinës dhe që nga atëherë si jam da për Prishtinës kur, kam edhe një banes në Prishtinë, edhe nuk di, ndoshta do të kishë qenë tradhti, të kisha thënë që e du Prishtinën më tepër. Ande, ne kemi edhe një rubrikë të pyetjeve. Këto i kemi disa numra. Numri që ndalet, kemi me lexuar pyetjen që i përket atij numri. Okej. A jeni gati? Po, patjetër. Vazhdoj me numrat. Pyetja numër 1. Në një katastrofë natyrore, a do i sakrifikoje të gjithë për të shpëtuar veten? Ajo gjë bëhet vetë me automatizëm. Unë atë gjë kam përjetu kur Shkupi është qendër seizmologjike dhe kemi kohë pas kohë dridhje të vogla, dhe kur njëherë ka ndodhë një dridhje tillë, me automatizëm çdo kush ik dhe sheh vetveten haron. Po ka
ka ndodhe një humor me mu, sepse unë njerë ika dula deri të dera, me ndërve dje kisha haru që i kam cigaret, e jo më këthy ti marë cigaret. Që unë kisha, të kish vazhdu dridhja, unë shkakuj cigareve dhe kisha mbet aty. Janë momente kur gjdo kush shë vetë vetën. Okej, vazhdoj me numrin tjetër. Cila është dobësia jote më e madhe? Mendoj që e teproj me dhimbje edhe solidarizim ndaj tjerëve. Kaq. E teproj, ndonjëherë e teproj. Okej, vazhdoj me pyetjen tjetër. Shkoj njëshi. Shkoj. Çfarë rregullon një marrëdhënie të prishur? Nëse është prishur, ajo marrëdhënie nuk ka funksionu, edhe nuk rregullohet, edhe po rregullua, ajo marrëdhënie përsëri do të prishet. Mendon që diçka që thyet nuk ngjitet? Po. Është e vërtetë, më thënë. E vërtetë është. Po pse të ndodh që? Ndodh sepse nuk ka qenë shkruar ajo marrëdhënie të funksionon, apo ka qenë shkruar për atë afat. A ja vlen me u mundu? Nuk ja vlen absolutisht. Duhet vazhdohet para të këputet edhe ka qenë shkruar si e tillë. Se të kishte qenë e mirë nuk do të ishte thyer, nuk do të ishte prish. Okej, vazhdoj me numrin e fundit. Okej, cili është arsyetimi më i besueshëm për të mos shkuar një ditë në punë? Si jam mirë me shëndet sot. Ose për mos me shku në intervistë. Ndikjo, unë këtë pjesën e intervistave kam të shenjt, sepse unë e punoj të njëjtën punë dhe e di çka do të thotë kur nuk të vjen moment fundit mysafiri, apo kur ti ke qejf ta kesh dikën në emision, edhe ai ty thotë, apo sot, apo nesër, apo në pas nesër. Kështu që këto arsyetime i urrej shumë, po për vete e thras shefin, ndonë se jam vetë shef, po kam edhe një shef mbi mu, e si jam mirë sot, diçka s'u vihet në punë, me shëndet. Nuk përdur arsyetime tjera? Jo, hajtë të pusho mirë se të kalë. Zot Ramir, ne të falenderojmë shumë që gjete kohën sot me qenë këtu me ne edhe me ndosh shumë eksperienca tua si një tekst shkrues shumë i njohur këtu te ne. Të presim me tekste tjera të mëdha, ndonjëherë me të figuru emri, ndonjëherë jo, po që i presim hitet. Kur e ndëgjojmë një këngë që është hit, edhim që është shumë friteje me shumë mundësi. Anjesa, të falenderoj ty shumë. Je një vajzë shumë e këndshme, një vajzë shumë e përgatitur. Po edhe televizionin cilin ti e prezenton, unë dhe familja ime se shikojmë edhe në Shkup edhe gjithandej, ju përgëzoj për punën që bëni, ishte nder dhe kënaqësi të jem prezent në emisionin tënd. Faleminderit shumë. E pra mes të dashur, kaq kishim edhe për sonte në ky emër. Për fund më duhet të falenderoj Uj Rrugovi që është gjithmonë pjesë e emisionit tim. Deri në takimin tonë të radhës nga unë Anjeza, natën e mirë.